Falënderimi dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër besimtarë të pranishëm, kjo është hutbja e parë në këtë muaj të begat të Ramazanit, prandaj edhe një herë shfrytëzoj rastin t'u uroj të gjithëve dhe gjithë besimtarëve ardhin në muaj të begat të Ramazan, duke u lutur për vetvete, për ju dhe gjithë muslimanët, ka do që t'jenë, që Allah I madhreshëm t'i pranon për neve dhe juve, të gjitha veprat e mira, të dalim nga ky muaj me mëkate të falura. Jemi duke jetuar në medresen në shkollën e këtij muaji të madh. Dhe gjithsesi, pra kur flasim, kur e cilësojmë muajin e Ramazanit si medrese, si shkollë, po flasim për një shkollë për te imagjinatës tonë, një shkollë hynore, që në mbush për plot vlera. Prandaj të ndershëm vëllezër, muaji I Ramazanit është muaj I vlerave shumë dimensionale. Rregullon aspektin shpirtëror, aspektin fizik, aspektin mental, aspektin social, aspektin shoqëror. Rregullon pra njeriu në tërësinë e tij, si individ, si familje dhe si shoqëri. Prandaj mbetet për neve që ne të merremi me dobitë e kësaj shkolle, duke mos I numëruar tham ditët e saja, sepse ditët janë të pakta, vlerat janë të shumta, mundësitë tona janë të dobta. Prandaj edhe duhet me u marrë ne që të përfitojmë nga këto vlera. Të ndershëm vëllezër, po mundohemi që këtë vit të adresojmë hutbet tona me moton muaji I Ramazanit, muaji I synimeve dhe I objektivave. Pra, duke u nis nga ky parim, gjithsesi që ky muaj na mëson që të kemi objektiva të shumta. Dhe objektivat, synimet e agjerimit janë të dimensioneve të shumta. Ne sot do të flasim vetëm për një dimension të këtyre objektivave, po flasim për objektiven e besimit, për objektiven imanore të Ramazanit, të agjerimit. Praktikisht I bie të ndershëm vëllezër se muaji I Ramazanit, agjerimi me gjitha mirësitë që I ka, na mundson rregullimin e lidhjes vertikale, pozicionit me Allahun xhelle xhelalu, forcimit të lidhjeve tona me Allahun xhelle xhelalu, në forma të ndryshme. Por kjo është një prej objektivave kryesore, parësore të agjerimit, që ne me I forcu lidhjet me Allahun xhelle xhelalu, me ushtu imani, sepse imani, besimi, është vlera më kulminante që e posedon besimtari. Prandaj, muaji I Ramazanit është sezoni më I përshtatshëm për rregullimin e pozicionit me Allahun xhelle xhelalu. Dhe këtu po e përçoj një porosi. Të shumt janë ata që thonë, hajtë se edhe ky Ramazan kalon, qysh kanë kaluar të tjerët. Po, është e vërtet që dikush agjeron që 20 vite, e 30 vite, mirë po. Nuk ka përfituar shumë për Ramazanave të kaluar, sepse I ka injoru këshillat hynore. Ose I thot vetvetes, çato fjalë që hoxha I ka folë edhe vitin e kaluar, çato komun e thon, nuk ka kur gjë të reja. Dhe unë I di që to krejt. Për atë arsye personi ka ngel pra para 20 vjetë I njëjti. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra kujdes se ndoshta këtë vit një këshill që e merr ka me të bëjë dobi në ndryshimin e ecjes tonë përpara. Pra e përmirësimit dhe ndryshimit. Mos I injoro fjalët e Zotit xhelle xhelalu. Allahu ka mujt me zbrit një herë Kur'anin në mendjen tonë dhe me largu. Por libër që neve na duhet vazhdimisht, prandaj mesazhet e agjerimit edhe të gjitha të tjera që janë, që të përkujtohen çdo vit, çdo muaj dhe në çdo kohë, merri me seriozitet, sepse mos serioziteti I tyre bën që mos me kalu provimin. Me met po ai njëjti. Para të arsye këtu, secili ta testojmë vetveten. Pra, sa ke evoluti, sa je përmisu prej kohës kur ke fillu me agjeru. Sa je përmisu. Pra, ndër arsyet është injërimi I mesazheve hynore, prandaj ti marrmi me seriozitet. Të ndershëm vëllezër, objektivat imanore të agjerimit janë të shumta, unë do të ndalem dy për shkak kohës së ngushtë. Objektiva e parë pas rregullimit të raporteve me Allahun xhelle xhelalu është që ne të bëhemi të devotshëm, të përkushtuar ndaj Allahut xhelle xhelalu. Këtë Allahu xhelle xhelalu e thekson në citatin e parë që përcjell mesazhin e agjerimit.
Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, u është bërë obligim agjerimi, siç ka qenë obligim edhe për gjeneratat para juve, me qëllim që të bëheni të përkushtuar, të devotshëm. Pra të ndershëm vëllezër. Përkushtimi, devotshmëria, jo vetëm që është ibadet, vlerë, por është stoli, përmes të cilës stoli ne afrohemi tek Allahu xhelle xhelalu. Prandaj Allahu xhelle xhelalu këtë stoli, devotshmërinë, përkushtimin e ka trajtuar në Kur'an në dimensione shumë interesante. Në Kur'an Allahu xhelle xhelalu për këtë stoli na ka thënë, stolisuni me përkushtim me devotshmëri, nëse doni të arrini te Allahu. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Dhe pajisuni për rrugë, ju jeni në rrugtim drejt Allahut. Pajisja më e madhe që ju duhet, devotshmëria, takvallahu, përkushtimi. Madje Allahu xhelle xhelalu në Kur'an e ka quajt këtë stoli tesh, pa të cilën nuk bën me hec. O libasu taqwa dhalika khair, thot Allah në Kur'an, dhe petku i devotshmërisë, i përkushtimit, ky është më i miri, mos e leni anash, jo vetëm kaq. Kjo stoli të ndershëm vëllezër është faktori kryesor që ne furnizohemi me të dhe i tejkalim krizat e jetës. Allahu xhelle xhelalu thot në surën At-Talaq: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Ai i cili e ka stolin e petkun e devotshmërisë, të përkushtimit, Allahu po do t'ja tejkalojmë vështirësitë dhe në anën tjetër do ta furnizojmë ka se llogaritaj hiç fare. Pastaj ky petk, kjo stoli është shkak i lehtësimit të punëve. O me yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, thot Allah në Kur'an. Kush e ka stolinë e devotshmërisë, Allahu do t'ja lehtësojmë punët e tija. Po jo vetëm kaq. Si rezultat i kësaj stolie, Allahu xhelle xhelaluhu i mbulon tmetat tona. I mbulon Allahu tmetat tona, por dhe i rrit shpërblimet tona. Thot Allahu xhelle xhelalu: "O me yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhim lahu ajra." Ai i cili ka petkun stolien e përkushtimit devotshmërisë, jam mbulon Allahu mëkatet. Pra vëllezër, merrni me kujdes qita. Jam mbulon Allahu mëkatet. Çka do të ishte bë me neve vëllezër, sikur Allahu na zbulonte gabimet tona? Ani pse vim në xhami, ani pse na falmi, ani pse na agjerojmë. Sikur Allahu t'i kish lënë mball me shënu. So gabimit që i bëjmë na me reflektu diçka. Çka do të ishte bë me neve? Na kishor turp me nejt në rrugë. Na kishor turp me ardhën në xhami. Allahu po thot si rezultat i kësaj vlere ja mbuloj tmetat e juaja. Nuk duken tmetat e juaja, por dhe ja u shumë fishoj veprat e mira. Shumë të janë të ndershëm vëllezër stolit që nxirren nga kjo vlerë, por përgjithsisht Allahu xhelle xhelalu përmbledh vlerën kulminante të atyre që kanë këtë stoli, se në ditën e gjykimit do të priten si delegacion para Allahu xhelle xhelalu. Thot Allahu xhelle xhelalu në surën Maryam: "Wa nahshuru al-muttaqina wafda ila ar-rahmani wafda." Do t'i ringjallim, do t'i tubojmë, do t'i grumbullojmë të përkushtuarit, ata që janë të devotshëm para të gjithë mëshirshmit si mysafir të veçantë. Pra të ndershëm vëllezër, sikur të ishte vetëm kjo vlerë e kësaj stolie që Allahu xhelle xhelalu mund na prit në ditën e gjykimit në mënyrë të veçantë, do të na mjafton te neve si vlerë. Pastaj po e ceki edhe një objektiv tjetër që Allahu xhelle xhelalu e cek tek ajetet e agjerimit që janë pjesë agjerimit. Praktikisht që agjerimi i stimulon. Është aspekti i vlerësimit të mirësive dhe falënderimit. Allahu xhelle xhelalu të ndershëm vëllezër, kur flet për agjerimin dhe mirësi që Allahu na i ka dhënë, na përkujton duke na thënë: "Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Allahu xhelle xhelalu po thot, krejt këto mirësi që ju a kam bërë dhe lehtësimi gjatë agjerimit, i kemi bërë me qëllim që ta e madhroni Allahun dhe ta e vlerësoni, ta e falenderoni. Pra i bie praktikisht të ndershëm vëllezër. Ta falenderojmë Allahun që na e ka mundsuar me mrimujin e Ramazanit. Që të jemi agjerueshëm, që të jemi të përkushtuar, të jemi prej atyre që apim, të jemi prej atyre që adhurojmë Allahun xhelle xhelalu, sepse këtë mirësi na e ka dhënë Allahu. Jo pse na i ka obligim Allahu xhelle xhelalu, na i ka borx, por Allahu xhelle xhelalu na i ka dhënë këtë e përmes kësaj kemi apo hajrin në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra, agjerimit, sigurisht edhe veprave tjera, ja fshohmi hajrin këtë botë dhe në botën tjetër. Ja disa shembuj praktik
Të ndershëm vëllezër, agjerimi thot pejgamberi alayhis salam ka me ndërmjetësu për neve në ditën e gjykimit. Ka me ndërmjetësu tek Allahu xhalla xhelalu. Thot o Zot, robi yt e ka privu vetveten nga ushqimi, nga pijet dhe kënaqësi dhe unë ndërmjetësoj për te, siç ndërmjetëson në Kur'an. Jo vetëm kaq të ndershëm vëllezër. Për shkak të vlerës të madhe që ka, ai që agjeron në ditën e gjykimit hyn në xhenet përmes një porte, përmes një dere të veçantë që quhet Babu Rayyan. Përmes agjerimit të ndershëm vëllezër, arrim të jemi të lutur në këtë botë dhe në botën tjetër, siç thot pejgamberi alayhis salam. Agjeruesi ka dy gëzime. Gëzimin e parë ka në këtë botë, i gëzohet iftarit në kohën e iftarit që ka sakrifikuar tër ditën për Allahun xhel xhelal. Dhe gëzimin e dytë e ka kur ta takon Allahun xhel xhelal, i gëzohet këtij investimi që e ka. Pra të ndershëm vëllezër, me pak fjalë objektiva dhe synimet shpirtërore të agjerimit janë të shumta, por secila prej tyre e ndërton njëra tjetrën. Lutem që Allahu xhel xhelalu të na furnizon me përkushtim devotshmëri, të jemi falëndërues për Allahun xhel xhelalu për të mirat që na i ka dhënë. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni dhe falje sepse Allah është falës. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, gjithsesi që jemi në shkollën e medresen e muajit të madh të begat Ramazan dhe me vlerat e agjerimit, patjetër që Allahu xhel xhelaluhu synon neve të na kompleton gjatë këtij muaji, të na kompleton në aspekte të shumta dhe të ndryshme dhe të na nxjerr nga ky muaj më të mirë se sa që kemi hyrë. Prandaj mbetet për neve të ndershëm vëllezër pas tjerash që edhe më ta forcojmë raportin me Allahun xhel xhelalu. Praktikisht të bëjmë kontratë me Allahun xhel xhelalu, të bëjmë marrëveshje me Allahun xhel xhelalu, që nga ky muaj duam të ndryshojmë, edhe më të ndryshojmë. Edhe nëse jemi përkushtues, agjerues, namazfalës, edhe më të ndryshojmë. E sidomos ata që pra janë sezonal, vetëm muajin e Ramazanit agjerojnë, nuk falen ende nuk e kanë kry haxhin, ende nuk japin zekat, ende pra i prekin vijat e kushim, mëkatet, gjunahet. Është momenti më i miri vëllezër. Është momenti më i miri me lidh kontratë me Allahun këtë muaj. M'ia dhon besën Allahu xhel xhelalu që dua të ndryshoj. E Allahu xhel xhelalu për ata që bën kontratë me Allahun i përgëzon duke thënë fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih. Ju përgëzoj thot Allahu për marrëveshje që po i bëni me Allahun. Ai që bën marrëveshje me Allahun nuk dështon asnjëherë. Ai që bën marrëveshje me Allahun nuk do të dëshpërohet asnjëherë. Ai është pra i suksesshëm. Prandaj muaji i Ramazanit është edhe muaji i marrëveshjeve të ndershëm vëllezër me Allahun xhel xhelaluhu për të forcuar, për të integruar drejt Allahut dhe në anën tjetër për të braktisë gjunahet, veset e liga dhe të këqijat. Lusim Allahun xhel xhelaluhu që të na regjistron prej të pranuarve, prej të amnistuarve nga xhehenemi. Allahu na permision këtë muaj neve, juve, fëmijët tanë, juj, familjarët tanë, muslimanët ka do që janë. Lusim Allahun për pranim të veprave në këtë muaj dhe vazhdimisht ka do që të janë muslimanët. Lusim Allahun xhel xhelaluhu që të shëron të smuarit, të mëshiron të vdekurit dhe ta leton gjendjen e muslimanëve ka do që janë.